Por mas pare duhet mendimin e psikologut. Që psikologu nga anamneza që e merr e din pak a shumë çka më kërku pastaj. Që të dihet, po. Zakonisht prindrit edhe nga natyra si prindër mund të më thonë që okej, ta diskutojmë mirë bashkë, provojmë mënyra të shtëpisë, diskutimi mamin, babin, mbështetja sociale në rregull. Por vjen duhen një moment që profesionist. duhet patjetër që duhet të referohet sepse e ndryshon dinamikën e jetës së Edhe e lehtëson edhe për prindin, sepse përveç fëmin që e lehtëson prej asaj krize po e quj prap, edhe prindi pasaj është më i lehtësuar. Por kjo ishte për ankthën, në të njëjtën krizë ose problematik ose shqetësim kalojnë adoleshentët edhe përmes depresionit që është, nuk e di janë ndikon rrjetet sociale, po është shumë i shfaqur. Është vërtet. Ki fëmijë me, më falë që po ndërprej, me kushte të plotësuara në aspekte generale, por që janë shumë të palumtur. Është vërtet. Dhe mendoj që tani për dallim prej ankthit, depresioni ka një etiologji tjetër, mënyra se si paraqitet. Dhe dinamikat e jetës të cilat janë më të shpeshta, po ato sigurisht ose më të shtuara themi, po ato na kanë furnizuar me një nivel më të lartë financiar. Na po e gëzojmë një jetë më komode në kuptimin financiar dhe na po kemi mundësi më shumë t'ju shërbejmë fëmijëve tanë për t'ju përmbushur motivet. Prindi gjithmonë është duke luajtur një traumë të cilën nuk e ka përmbushur vetë. Tash ai duke mos pasur mundësi që në fëmijërinë e vet t'i ketë plotësuar këto motive që i ka fëmiu, ai në vazhdimsi i shërben fëmijët nuk e stimulon atë, por duke e shpërbyer në vazhdimsi e krijon një jetë shumë pasive të fëmijës. Dhe krijohet bindja që ato janë të mirëqenia, të garantuara dhe si të tilla duhet të ndodhin. Tash çka ndodh? Kur fëmiu nuk ballafaqohet me situata ku mundet me përjetu pakës distres gjatë jetës së vet, shqetësime ose refuzime, atëherë pragu i tolerancës së fëmijës bie. Dhe fëmiu nuk është më në gjendje me bë kompromise sepse ai nuk ka bë kompromise gjatë jetës së vet. E kur ky fëmijë nga familja që është shumë ofruese, mbështetëse, del në ambientin e jashtëm, në të cilën nuk e gëzon të njëjtin trajtim, atëherë fëmiu i ka motive të ngopura, nuk e merr ato që bën nga jashtë, atëherë fëmiu thyet. Zakonisht na po e përjetojmë këtë fazën e parë, domethënë kur po fëmiu po i bën 13 vjet, 14 vjet, ky tranzicioni, domethënë që po dalim, është e hershme. Atëherë po e përjetojmë një epizod depresiv,